Rama ikën vetëm me pranga. Ai ka provokuar që përplasja të bëhet me dhunë, por ai brez që është ngritur nuk kërkon ta heqë me dhunë një njeri të dhunshëm, ignorant pushteti, anti-shqiptar dhe kusar vjedhës pa limit. SPAK natyrisht kontrollohet nga amerikanët dhe ka një listë, ka një kohë, ka një tempo. Çdo ditë Rama ka rënë dhe çdo ditë që kalon prangat afrohen ndaj tij. Dosjet janë më shumë se masive. Sinaloa, McGonigal, lidhjet okulte me trafikantët, aq sa detyroi një kongresmen që është shumë i lidhur me familjen e Donit të bëjë një shtojës në kongres në një ligj ku FBI, CIA të nisë hetimet dhe të raportojnë në kongres brenda 6 muajve për lidhjet e qeverisë Rama me trafiqet e drogës dhe shtypjen ndaj opozitës. Këtu Rama ka përfunduar vetëm me këtë. Aq më shumë që kjo kryhet nga republikanët. Ai mund të ketë një ëndër që Kongresi do të kalojë nga demokratët në nëndor dhe vinë motrat dhe vëllezërit e tij marksist-leninistë të Sorosit. Por motra e tij, Alexa, nuk ja fal. Ai ka qenë zagar i Sorosit, por tani duket sikur është më shumë zagar i varrimit të tij politik. Në arenën ndërkombëtare, protesta e ka ekzekutuar. A do të bëjë ai vetvrasje politike dhe do të vazhdojë qeverisë në këtë trysni dhe presion të madh të atij brezit bukur që nuk ndalon dhe nuk rresht së protestuari, sepse çdo gjë ka një kufi, është luftë nervësh. Natyrisht që ti drejton nga zyra ku dikur ka ndonjë kriminal si sheu, nga korridoret gjakta, ku ti ke trajtuar sikur të jenë prona private, duke shpenzuar miliona dollar për atë kopshtin e Edenit. Dhe shqiptarët merren me 4 milionë si ndaj një, siç antisemiti, anti-hebre, anti-qifuti, por harrojnë se miliona dollar Rama ka shpenzuar për avion privat, për kopshte, për karikaturat e tij, për dadot që merrte kur vinte në New York për djalin e tij. Kishte dado turën e parë, dado në turën e dytë. $250,000 veprimtari politike e ndaluar me ligj federal në Amerikë nga biznesmen ku ai mund të jetë aksioner i fshetë. Miliardat e dollarëve janë gjurmuar nga agjencitë ndërkombëtare të inteligjencës. A do të bëhen publike këtë dosje? Por SPAK-u çdo dosje me origjinë nga Amerika, po dhe nga BE duhet i ketë. Sepse çdo muaj një spakist trajnohet në Amerikë. Ashtë koha që të ndrohen kuajt në drejtimin e Shqipërisë, sepse ata mira shqiptarët ndershëm që kanë dalë në protestë nuk kthehen në shtëpi. Dhe Rama është i papërgjegjshëm, sepse sa më gjatë të vazhdoj protesta, aq më i madh ndikimi, edhe në ekonomi. Natyrisht e për investimet e munguara, sepse Rama nuk po kontribon për stabilitetin e vendit, por në të kundërtën. Dhe një Shqipëri e destabilizuar do të thotë një Ballkan jo i qetë. Dhe një Ballkan jo i qetë do të thotë që të preken interesat amerikane në atë zonë ku ata ndihen kontrollues total. Në qëndrimin amerikan ndaj Ballkanit dhe Shqipërisë, unë gjithmonë sill parasysh qëndrimin e Xhezi Helmsit të madh, të cilin kam patur fat të korridoreve të Senatit. Baleta më pat dhënë një letër që Xhezi Helms ja kishte dërguar presidenti Trump që Shqipëria duhet të bashkohet me Kosovën.
por jo me një Shqipëri komuniste. Kjo është teza më e madhe konservatore republikane. Pra, në Ballkan, qendra jemi ne. Por Rama me Vučićin mendonin ndryshe dhe ai prapë vazhdon që Ballkani hapur edhe pse është ekzekutuar dhe natyrisht duhet dim që Ballkani hapur nisi nga zyrat e Sorosit, Zagarit, cilit ai është. Ndaj Sorosit ka hetim të thellë. A do t'i kthehen shqiptarët miliardet e dollarëve të vjedhur nga Rama dhe grupi i tyre? Sepse nuk janë pak. Rama mund t'jap dorëheqje. Mund të vendosë Ditmir Burshatin si kryeministër dhe prapë ngel nga e majtë. Andalon protesta. Nuk besoj. Rama ka frikë t'jap dorëheqjen sepse e di që nuk i shpëton burgut. Ametaj e ka shkatruar me informacionet që ka dhënë ndaj agjencive ndërkombëtare të luftës kundër krimit, kundër trafiqeve, por më shumë e dëmton Balluku, sepse si duket ajo i ka të dokumentuara, nuk ka nevojë për dosje, gjyqje të thella, thjesht me atë 4 milion për atë majmunin që gjoja si këngëtar. Mbaron. Al Capone, kriminali i madh amerikan, është dënuar vetëm për mos pagesë taksash. Pa ngrihen 18 akuza, një të dënon. Dhe Rama akuza të tilla ka plot. Ka, siç e kam thënë, janë 600 milion dollar nga Abbey Bank në Cayman Island 2019. Mjafton. Ndiqni gjurmën e tij dhe familjarëve kur vinë në Amerikë. Ja u thash aktivitetin partijak $250,000, një biletë 45.000, 50.000 në NBA, mjafton për të paktën 10 vjet burg. Por si grup i strukturuar kriminal, shqiptarët duan t'u kthehet plaçka e vjedhur. Dikur sekretar bashkie përflitej 40 euro për metër katror shkonte për carin e bashkisë. Janë me miliarda dollar të pastruara nga trafikantët. Dhe Kongresi Amerikan e ka indicjen sepse nuk çmendet një kongresmen të kërkojë që hetim të thellë nga FBI, CIA, DEA për një kryeministër të vendit NATO-s, i cili shkon hum-hu, nuk di ku të ndaloj, barkas ndaj të gjithëve, por çuditërisht mik me anti-shqiptarët historik. Protestuesit në 4 korrik nderuan flamurin amerikan. E ka hequr Rama flamurin e Amerikës te kryeministria. Çka tregon krisjen? Se Rama idiot nuk është, e kupton. Nuk mund të luash me 800 porta. Ti që njihesh si Zagari Sorosit dhe kërkon të blesh heshtjen e donit përmes tralalas Ivanka apo mediokrit Kushner. Por duke barkas shtriu me Rothschildët me anti-shqiptarët, ti ke hyrë në i cek not. Nuk shpëton. Vetvrasje politike, largim me dhunë, siç ëndroje, nuk ngjet sepse ai brezi i ri kanë zgjedhur paqen. Jo se nuk të heqin dot, se janë me qindra mira. Por ti do t'i ikësh drejt burgut, sepse po e kërkojnë dhe ndërkombëtarët. Ti nuk je më faktor. Nuk je ti telefoni që ngrihet kur situata destabilizohet në Ballkan. Ta hoqin ai brezi bukur këtë. Në ekuacion kanë hyrë ata, por një problem është, çdo gjë zgjidhet politikisht në fund. Duan apo s'duan ai brezi bukur, kanë shumë nevojë për ato 500.000 vota të demokratëve. Dhe përmes një zgjidhje politike për të afruar një Shqipëri ndryshe, sepse deri tani është urrëtia, kundërshtia, por do duhet të tregonin një skicim se si e mendojnë Shqipëritë që dhe të huajt përfundimisht
të ishin me ju. Nga unë dhe respekt. Keni aq shumë energji, aq shumë shpresë që vjen dhe te oqeanit. Gjithë shqiptarët e ndershëm që duan vendin e tyre janë me ju. Ju falenderoj. Unë në emër të brezit tim.